Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në vlogun e radhës. E di që kam bërë mungesa, por ju premtoj që një ditë do t'i justifikoj të gjitha. Ka ndodhur shumë gjëra në jetën time kohët e fundit dhe të gjitha ato do t'i tregoj në një vlog të vetëm. E di që edhe disa vlogje që kam bërë të fundit nuk ju kam marrë ashtu si që duhet me vetët, por ju kam cekur vetëm disa pjesë të vogla që ndoshta ju janë dukur edhe të pa kuptimta, por të gjitha këto do sqarohen një ditë. Ka ikur 2 muaj shkollë dhe nuk e kuptoj se si ka ikur kaq shpejt. Kjo do të thotë që unë kam me çfarë të merrem tani dhe normalisht pas pune jam në shtëpi dhe tjetër gjë që më ka ngrënë shumë kohë kanë qenë dokumenta që më janë dashur në lidhje me punën. Një gjë tjetër e re që kemi bërë, kemi filluar palestrën, me mua vjen edhe Roani. Unë vendosa që Roani t'i bëja disa analiza dhe përgjithsisht ka ndalë mirë, por është pak mbi pesh, siç e keni parë të gjithë. Kjo sepse Roani ha shëndetshëm, nuk është se ha ushqime të përpunuara ose fast food ose patate. Roani ha dhe e shijon ushqimin ashtu siç duhet, por e tepron. Për këtë arsye doktori na tha që duhet të vëmë një regjim dhe kemi hequr të gjitha patetinat, ëmbëlsirat dhe disa butulliqe të tjera që Roani her pas here i kërkonte. Dhe përveç kësaj kemi vendosur që do shkojmë në palestër sa më shumë të mundemi, jo çdo ditë, sepse nuk mundemi dhe nuk na bën mirë të shkojmë çdo ditë që në fillim, por kur të gjejmë kohën do të shkojmë të dy, sepse i kemi të nevojshme të dy këtë gjë. Instagram, që kërse më ha shumë kohë, thjesht foto, nuk kam qenë fare aktive, nuk kam postuar prej kohësh. Kjo sepse jam në një dembelizëm total këtë kohë, edhe nga gjendja mendore nuk është se jam fort mirë. Kështu që i kam lënë të gjitha pasive, ndoshta kisha nevojë që të merrja kohën time dhe të shkëputesha totalisht nga rrjetet sociale, sepse sado që juve ju duken jo të lodhshme, të hanë shumë kohë. Këto muajt e fundit kam qenë disi më qetë dhe më e tërhequr nga gjithçka, jo sepse kam dashur, por sepse jeta më ka detyruar ndalesha pak. Kam kaluar ditë që dukeshin njësoj, punë, dokumenta, shtëpi dhe kam lënë pas dore gjëra që më bëjnë të ndihem gjallë, si krijimi i kontentit në të gjitha rrjetet e mia sociale. Nuk kam mundur t'i bëj, jo siç duhet, por nuk kam mundur fare t'i bëj dhe kjo gjëja më ka vrarë pak. Dhe ndonjëherë më dukej sikur koha vetëm po kalonte dhe nuk po qëndroja vetëm në pauzë, pa bërë asgjë nga ato që unë kam dëshirë të bëj. Por edhe pse nuk kam darë shumë në rrjetet e mia sociale, por brenda meje po ndodhin ndryshime që më kanë bërë të reflektoj. Dhe tani mendoj se është koha të rikthehe me më shumë qetësi, më shumë kuptim edhe pak mister. Çdo gjë në jetën time po ndryshon edhe shumë shpejt do të ndaj më shumë me ju për të gjitha këto ndryshime. Ka disa arsye pse kam qenë e shtur, por akoma nuk është momenti që t'i ndaj me ju. Haj njerëz, ikim të tegu.
Është e diel, është mbas ditët të drejtën, por tani u kujtuam. Edhe do ju marr me vete. Sa po kemi ardhur në shtëpi, nuk jam ndruar akoma. Jemi stërlodhur. Unë nisëm për të shkuar pris të marr kufjet. Jo 2-3, se di nëse më punon. Nuk jam e sigurt nëse punon ose jo, se më përpara kur unë e vendosja në telefon më dilte me jeshile, tani më del herë blu herë kuqe. Ajo pjesa tjetër që kam vendosur të telefoni nuk ndizet fare, kështu që Okej, sa po kemi ardhur në shtëpi, jemi stërlodhur. Unë nisëm për të shkuar vetëm te Tegu, por pastaj ndryshuam destinacione dhe u futëm brenda në Tiranë. S'jam ndruar akoma, të them drejtën, se thash t'ju tregoja se çfarë morëm si fillim, pastaj të ndrohem dhe t'i provoj ato që mora, sepse nuk kam provuar asgjë nga që përtoja. Do fillojmë me këto të Sport Vision. Këtu është vetëm një gjë, sepse të tjerat janë për Ani dhe kemi marrë te Zara, por duke qenë se nuk mora qese atje sepse kishe, i ka vendosur këtu. Si fillim, i ka marrë Anit këtë setin me hoodie edhe me tuta. Ju kam thënë që Rani nuk ban gjinse, mban vetëm tuta, kështu që ja ka marrë për moshë pak më të madhe, duke qenë se është pak i shëndetshëm, dhe të dyja këto bën diku te 35.000 lekë. Pastaj ka marrë edhe këtë trikon, që është kështu e thjesht, bazike, pa stampa. Kjo ishte 13.000 lekë. Kjo është e Sport Vision dhe ka marrë burri. Ka marrë një kështu xhaket G-Box, nuk e di është
i holl për këtë kohën të një me kapuç. Dhe këtë e kemi marrë, nuk e pas ka këtu të etiketa, po diku të 70 lekë. Pastaj këtu janë gjërat e mia, kjo qesja që ka grisur. Këto janë faturat. Dhe vazhdojmë. Si fillim, kam marrë këtë kostumin sportiv që ishte tuta, edhe hudi ishte me xhepa dhe është thjesht i zi, ka këtë prerjen e drejtë. Këto nuk e mbaj mend fiks se sa i kam marrë, por di që më vajtën diku te 150 gjitha. Okej, si fillim ishin këto. Pastaj ishte ky seti tjetër. Kështu. Dhe këto tutat ishin kështu. Që ishin të kjo njëra. Dhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Kam marrë gjëra bazike, sepse ato më duheshin. Kam marrë një t-shirt të bardhë, të thjesht, bazik. Pastaj kam marrë këtë hudi, që e kam kombinuar me ato tutat që ju tregova në fillim. Dhe e fundit është ky golfi. Edhe ky thjesht bazik. U lodha. Këto ishin të gjitha gjërat që unë mora sot. Kam marrë edhe një palë aksa, i kam marrë jo origjinale, të thjeshta, i mora tek Stradivarius, por nuk e o tregoj dot tani sepse i kam hequr dhe i kam lënë jashtë dhe përtoj të shkoj t'i marrë, por ndoshta do i shikoni në vazhdim. Këto ishin të gjitha gjërat që unë bleva, kisha nevojë për gjëra bazike, sepse ndonjëherë marrim gjëra edhe s'kemi në përditshmëri. Kjo më kishte ndodhur mua. Na ka ardhur nëna. Dhe po ikim në fshat sepse na pret Hamoshi.
Shërshirë që ka të jomshë. E njerës, jemi pas disa ditësh, sot është e marrë ka i dje edhe mua ka zënë gripi. Mendoj që ta lë këtu këtë vlog dhe do të rinis një vlog tjetër që do të jetë diçka që ja u ka mbajtur surprizë kaq gjatë. Kështu që shifemi në vlogun tjetër.